A dhe rikthehemi përsëri në studio, debati është i fortë, për arsye sepse mendoj që lufta në vetvete është toksike dhe toksiciteti i luftës hyn dhe në studio. Dhe nuk është pse, nuk kemi pse, nuk shmanget dot, sado që të përpiqem. Zoti Shala, ndoshta është spekuluar shumë me luftën e tretë botërore. Mendon nga ana gjeopolitike që Rusia dhe Kina japin Izraelit raketa, sisteme mbrojtëse, japin Iranit, se thash, se thuash Irani është i vetëm në këtë betejë me Izraelin dhe me suportin e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga mbrapa, apo mund të krijojë një aleancë të tillë që ky konflikt izraelito-iranian të shndërrohet në një kapsoll baruti për një konflikt më të madh të nivelit botëror. Nëse në një konflikt involvon fuqitë kryesore, shtohet gjithmonë rreziku për të kthimin një konflikt botëror. Po. Rusia dhe Kina kanë marrëveshje strategjike sigurie, mbrojtje me Iranin. Kjo nuk do të thotë këto marrëveshje strategjike e kanë përcaktuar në detaje se çfarë merr përsipër njëri, çfarë merr përsipër tjetri. Është pranuar edhe është dhënë edhe nga shërbime tjera, nga shtete tjera, që mendohet që në këmbim të kësaj ndihme, sepse që i dha Rusisë, dronet, një numër i konsiderueshëm dronë që u dhanë kur Rusia ishte në vështirësi, sot Rusia nuk është më në vështirësi për ata dronë që merrte dikur nga Irani, por në fillimisht ishte shumë në vështirësi dhe ata ju gjenden në një situatë shumë të vështirë. Dhe Misha tha me patligjana, tha se marrin patligjana nga Irani. Nuk e di tash me patligjanat si çfarë kanë po Misha çaj që do patligjana nga Irani. Ne po flasim për gjëra, dramatizoj pak situatën se u tensionuar studio. Dhe kanë me siguri bëhet fjalë që i kanë dhënë edhe teknologji. Po patjetër. Kështu është e pranueshme. Tani Rusia dhe Kina angazhohen më shumë se kaq në këtë konflikt, pra ekspozohen kundër Izraelit dhe kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Rusia dhe Kina përpiqen deri tashmë janë përpjekur, pavarësisht se janë aleat të Iranit, janë aleat me dokumenta, jo kështu, janë aleat kanë me marrëveshje të nënshkruara. Por ato po përpiqen që të jenë mbi pale, tashmë duke bërë thirrje për paqe për tjerë. Por ka dy fakte këtu. Njëherë Kina merr shumë nga naftës, blesi kryesor i naftës dhe i gazit nga Irani. Kështu që në këtë mënyrë, sidomos pasaj edhe nëse do arrihet edhe këtu dëmtohet drejt për së drejti, dëmtohet drejt interesat e Kinës. Dhe blen me yuan, nuk e blen me dollar. Ka shumë rëndësi sepse Irani është antar i BRICS. Ndërsa nga ana tjetër, nëse konflikti zgjerohet dhe apo bllokohet ajo që po flitet shumë ngushtica e Hormuzit, i fituar do dali Rusia, sepse do ketë një rritje katastrofike të çmimeve dhe në këtë mënyrë shtohet më shumë buxheti i luftës për në Ukrainë apo për buxheti i luftës së Rusisë. Okej, atë unë do të bëj një pyetje të fundit zotit Teni Kogamani, që është për 10 vite shëton në Iran, dhe pastaj do përshëndes, do të bëj një pyetje me Misha dhe pastaj do arrim në studio për minutazhin final. Kogamani, edhe një herë ne jemi lidhur, të falenderoj që ti je me ne nga Irani. E ndoqeni çik debatin në studio? Apo pate shkëputje internetit? Si sepse pata shkëputje internetit. Pate shkëputje internetit. Më mirë se isin ca momente që ne shqiptarët u nxehëm pak. Tani, mendon që në këtë konflikt që po ndodh në Iran do fitoj paqja apo do fitoj lufta? Tani, mendoj që së pari të citoj ishte diktatorin shqiptar Enver Hoxhën, pavarësisht se ishte i keq Çezarit të fjalë me atë që i takon. Ai në një nga librat e tij ose në çoni pak zëri se mezi e dëgjoj në studio, lutem. Po? Thotë që bashkimi në një nga librat të titulluar Shënime mbi lindjen mesme. Po. Na dëgjuat? Dëgjoj shumë mirë, po. Atëherë në librin Shënime mbi lindjen e mesme, Enver Hoxha ka thënë që Bashkimi Sovjetik është si një fik pas shpine për lëvizjen palestineze, po ashtu edhe për egjiptianët. Dhe shpjegonte dhe thoshte që Bashkimi Sovjetik u jep arabëve pra armë të vjetra dhe mbrojtëse, ndërsa Izraelit i jep armë të
ideja moderne sulmuese. Dhe në momentin që arabët dalin në fitore dhe Izraeli është duke mundur, të gjithë vërsulën për të krijuar paqe. Edhe çështja me Iranin besoj se kështu do shkojë. Në momentin që do të shohin që Izraeli nuk do të mundu ta përvojë do të më sulmin e Iranit me raketa, atëherë vende si Franca, Britania, Rusia do të vinë dhe do t'i parashtrojnë Iranit një kërkesë për paqe. Gjoja, sikur duan të mirën e tyre, por në fakt është një cik pas shpinë për të mbrojtur interesat izraelite, që po bëjnë një gjenocid në Gaza, por vret njerëz të pafashëm në Iran, mund ndërhy në punët të brendshme të një shteti sovran. Zoti Kokamani, një pyetje, me që je një shqiptar dhe më pëlqeu shumë që the që unë jam një shqiptar që banoj në Iran, do thonë nuk jam iranian. Se janë disa njerëz që thonë më shumë që thonë unë jam fillim musliman, pastaj jam shqiptar. Se kemi edhe shumë probleme të ndaja. Pyetja unë jam shqiptar dhe mua më pëlqeu shumë, por i te kjo. Gjykon që Irani është një vend i kërcënuar, i rrethuar nga armiq që duan ta shyen, duan ta grabisin, apo është kjo psikoza që liderët e Iranit thonë që se ne kemi kaluar këtë fazë. Ne thonim jemi të rrethuar, do të jetojmë, si ka qenë parolla zoti Shala? Jetojmë, punojmë në rrethim. Jetojmë, punojmë në rrethim. Pra dhe kjo psikoza e favorizon gjithmonë regjimin. Mendon që ja kanë me të keq Iranit, shkurt se jemi në mbarim. Atëherë nuk është nevojë fare të shpreh mendimin tim, thjesht mjafton të lexojmë statistikat, sa shkencëtar janë vrarë, sa njerëz të pafajshëm janë vrarë qoftë nga grupe terroriste, siç është në Mans, që në fillim ishte grup terrorist, pastaj për shkak të interesave politike nga grup terrorist u bë një grup mik, një grup e themi opozitar në Iran që nuk ka as pak mbështetje për shumë urryer. Normalisht që do të fliten shumë fjalë për Iranin. Se Kokamani më fal se bëri shumë përshtypje. Pra këta iranianët që ne me di që vjen zëri me vonesë, ndjesin dhe preva. Këta iranianët që ne kemi në Mans, rrugës ku shkon për Ladez e për gjithë ato, pra konsiderohen nga Republika Islamike Iraniane si terrorist. Jo si opozitar, se nuk e njohin opozitarizmin. Sigurisht, se kanë vrarë 17.000 persona të pafajshëm njerë. Janë ushtarak edhe konsiderohen terrorist nga Republika Islamike Iran. Ka shumë rëndësi për ne, se ne kemi këtu. Nuk janë vetëm terrorist të konsideruar, edhe tradhtar. Po tradhtar është problemi tyre. Konsideruar edhe tradhtar. E the fjallën terroristi e the fillim. Jo, ta shpjegojmë që ta kuptojmë pak a shumë gjendje. Konsiderohen tradhtar sepse kanë marrë pjesë në luftë kundër vendit të tyre, duke mbështetur regjimin bazist të Saddam Hussein. Po. A ka qenë filo-irakian? Pasë parasysh që ka grupe të tilla që përdoren nga armiqtë e Iranit, atëherë sigurisht që do të ketë viktima në Iran, dhe këto janë statistika që tregojnë të kundërta asaj që pretendohet. Pa në rastin e Shqipërisë tonë të dashur, ka qenë komplet ndryshe. Kemi të bëjmë me një sistem komunist, ndërsa Irani është një sistem komplet ndryshe që sundon një demokraci fetare të thënë. Pra është ndryshe nga demokracia jonë, ka rregulla të veçanta, ma liri ka sa të duash. Pra brenda ligjit. Kokamani, unë të falenderoj shumë që ishe lidhur me ne, ju kujtoj atyre që po të bëjmë Zotën ta Mbaro fjalin. Fordo? Mbaro fjalin, se di që të vjen zëri me vonesë. Po. Nuk vjen. Okej. Unë falenderoj Edi Kokamanin, Hoxh, i cili për 10 vite shjeton në Iran, ishte në lidhje nga Irani, me ne? Më falë, që i desha të them diçka, sepse ne u barua lidhja, u prej lidhja. Tani të Manza do rriun këto minuta. I kemi prit, i kemi respektuar si njerëz që kanë kërkuar strehim. Të bëhen zgjedhje të tjera sot në Iran. Dhe brenda ligjeve ndërkombëtare. Po të bëhen sot zgjedhje të tjera në Iran. Këta Meku, pra Meku, nuk merr asnjë deputet.
Në kurse në Iran sot po të bën zgjedhje lira, shansi për të fituar e ka monarkia. Monarkia sot në Iran fiton, në raport me ligjet shqiptare, ligjet ndërkombëtare dhe me faktin se ne respektojnë ligjet e shtetit shqiptar. Pastaj kjo na intereson. Pjesa tjetër. Më fali, neve na intereson shumë pak se kush fiton në Iran, me thënë drejtë. Ne problemi është edhe në raport me neve, se veprimtaria e tyre cënon neve. Këtë drejt, po në unë duhet di në raport me sigurinë e Shqipërisë. Është të cënuar nga veprimtaria e tyre cënon sigurinë e Shqipërisë. Nuk kanë të ndaluar në akt në marrëveshjen e qendrimit tyre kanë të ndaluar të merren me aktivitet politik. Po. Irani e ka marrë tash, ka marrë informacione të duhura kur u bë edhe ndërhyrja e policisë, u vë para përgjithësisë etj. Kështu që tani më fal, jemi në një situatë të re zotëshare, ju jeni ekspert sigurie, keni punuar gjithmonë në institucione dhe organizma sensitive, dhe sigurisht që tre gjëra mund të thoni, 7 nuk i thoni, po dëgjoj pak gazetarën time investigative që kam në studio, që mund të thotë ato gjëra që ju si thoni dot, më rjeshëm, se gazetarë flasin më rjeshëm. Pra, ka masa të shtuara në mas, ke informacion që... Për e 3 ditësh, po. Ate, ja, pa kjo është lajm. Sepse duke patur pra, organet kompetente e perceptojnë mazën si një vënd me rrezikshmëri. Aq më shumë që është një nga qendrat që pikërisht strehohen këta shtetas, të cilët kanë ardhur këtu me një marrëveshje të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë duhet kujtoj pak atë që thatë profesori, që vite më parë në 2021 Irani cënoi Shqipërinë. Ishte një informacion në fakt që u shkruajt nga disa media lokale iraniane që mund të ishte objekt sulmesh për shkak të pikërisht të strehimit të këtyre shtetasve në Shqipëri. Por garancia për situatën edhe për të shuajtur çdo lloj amëndësimi edhe rreziku që mund t'i kanonte Shqipërisë, që në atë kohë shkruajtën dhe mediat në Shqipëri, ishin Shtetet e Bashkuara që u futën në këtë mes dhe garantuan që asgjë nuk ta gjej Shqipërinë, por ata njerëz duhet të qëndrojnë këtu si vendi më i sigurt për jetën e tyre. Madje në atë kohë shumë media u informuan nga ambasada amerikane edhe për pozicionet që këta shtetas kishin, duke na treguar që këta janë njerëz me influencë dhe me integritet, mes tyre edhe njerëz intelektual, me profesione të ndryshme, nga mësues dhe deri tek mjekët të tjerë. Ja, dhe me grada ushtarake. Edhe me grada ushtarake. Se i dimne, ato bërin serviti aty brenda. Kishte dhe poligone, kishte në gjitha. Ajo është një grup elit, i cili mendohet që gjithmonë ka patur një plan BC për të rrëzuar Republikën Islamike dhe për të patur gati kontingjente që do zëvendësohen. Po gjithçka në tani problemi është që tani që fillon lufta, që ka filluar lufta, realit, ndoshta Izraelit fillimisht me Iranin, nesër mund të jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe perëndimi i përfshirë dhe NATO i përfshirë. Tani këta marrin një tjetër valem, marrin një tjetër kuptim. Këta janë, se thua, kandidat për po duhet të sqaroj një gjë, se unë jam informuar për këtë gjë. Një super lajm, një super impuls, një pjesë e mirë që është rritur shumë siguria në masë, dhe kjo shumë e rëndësishme. Po, dhe ajo që duhet të dim për të gjithë është që një pjesë e mirë, sepse aty nuk lejohen lindjet. Dhe një pjesë e mirë e këtyre personave që kanë vite që kanë ardhur pranë Shqipëri, janë në moshë shumë të thyer. Pra nuk janë në gjendje për të bërë situata apo të krijohen një situata të rrezikshme për sa i përket reagimit të tyre fizik, le të themi. Por ajo që ka qenë shumë në fokusin e policisë së shtetit dhe ambasadës amerikane ka qenë pikërisht fakti se si këta njerëz nëpërmjet telekomunikacionit kanë arritur që të ngrenë sisteme të tëra me njerëz në Iran dhe të marrin dhe të bëhen pronar të disa pronave në Shqipëri. Pikpyetja është, shohin kanë tyre pëllumbi atë mendon që do ketë prendet ato deri këtu me këtë informacion që na inkuadrohen në një kornizë, po themi, sensitive, mendoj që rritja e sigurisë, rritja e shtuar e organeve sigurisë, është një input edhe autoriteteve tona vendase, po ndoshta edhe i shërbimeve aleate. Se kanë thënë keni kujdes se tani aty është një zonë me një rëndësi të posaçme, siç thuhet në gjuhën. Tani, pëllumi për ta mbyllur, se po jemi në minutat e fundit, beson që do ketë një eskalim, pa një përshkallëzim të konfliktit në këto shenja që kemi dhe tani,
Netanyahu sa po shprehur, lajmi i fundit që nuk janë dakord me politikën e deeskalimit, se të themi shqip, e uljes së tensionit. Ne do vazhdojmë sulmin. Ndërkohë që politika e deeskalimit e ka kërkuar zoti Trump. Është e vërtet që Trumpi ka qenë ndër njerëzit kryesor që ka dashur që vendosë qysh të fillim paqen. Irani sikur në gjote këshillat e Trumpit dhe të vazhdonte bisedimet për paqe, nuk do kishte ndoshta këtë përshkallësim të situatës dhe këtë tensionim. Por përveç këtyre ka qenë ministri i jashtëm iranian, i cili ka thënë nëse Izraeli nuk do të na sulmojnë, edhe ne do të ulim armët dhe nuk do t'i sulmojmë. Duket se ka pas edhe ndërhymje, siç e theksuam edhe më parë të Rusisë. Mendoj se në këto kushte që është, Irani do të dobësohet dhe do të detyrohet që tulet në truezën e bisedimeve të paqes. Për faktin se Izraeli ka mbështetjen e Amerikës, se sikur mos kishte mbështetjen e Amerikës, Netanyahu do dorëzohej shpejt. Netanyahu edhe në Izrael nuk është se ka një forcë aq të madhe aktualisht, pasi ajo rreziku që tërsohej vetëm me një votë shpëtojnë nga një parti ultra ekstremiste ortodokse. Vetë fakti dhe i krimeve, se këtë gjë duhet të ndaj dhe ta theksoj për teleshikuesit, se për në Gaza, Netanyahu ka bë krime kundër fëmijëve, kundër grave. Pra në Gaza e ka përshkallësuar tej mase, sepse dhe vetë presidenti i Palestinës, Mahmoud Abbas, kritikonte shumë ashpër Hamasin që i thote mos i jep arsye Izraelit të na sulmojnë. Ndërsa këtu me Iranin, duke qenë se Irani nuk e shfrytëzoi rastin e artë për t'ulur në truezën e bisedimeve, duke qenë se Irani ka qenë edhe i ashpër, duke qenë se Irani ka bën dhe lojra politike anti-amerikane, në një farë mënyre është faj i madh i Iranit që u përfshi në këtë konflikt. Dakor. Kemi dy gjëra të rëndësishme. Duhet nda me Misha një pyetje të fundit. Mendon që Putini doja dali për të bërë negociatorin midis Izraelit dhe Iranit, ka shenja apo është thjesht një retorik politike? Të lutem me dy fjali. Rusia, do me thënë, dhe Putini kanë deklaruar që ata janë me kënaqësi do të merrnin në rolin e ndërmjetësit dhe Trumpi, si thua, e ka bekuar në këtë, të paktën me fjalë, do me thënë, këtë ofertë të Putinit dhe kuptohet që Rusia ka marrëveshje strategjike me Iranin dhe për çfarë është në gjendje të furnizojë Rusia Iranin në momentin ku ka dhe konfliktin kryesor me Ukrainën njëkohësisht nuk dihet, por kjo mund të varet edhe nga një ecuri e hetimeve që po bëhen në Rusi, sepse taktika e Masadit për të goditur Iranin, ajo taktik e mbledhjes së dronëve brenda territorit të Iranit, do me thënë, dhe pastaj ato nisin në brenda territorit të Iranit ndaj baterive kundërajrore iraniane, është shumë i ngjashme me goditjet që përcoi Rusia nga triada, do me thënë, nga Ukraina. Edhe ka dyshime tashti që Masadit të ketë marrë pjesë në këtë sulm. Misha, prandaj dhe Rusia mund të japë armë, nëse kjo do të vërtetohet, Rusia do të japë patjetër armë Iranit. Okej. Ti mendon gjithmonë për atë goditjen që u bën kundër aeroporteve ruse që ishin, po. Në fakt dyshimi është i nënvizuar në disa plane. Falenderoj Misha. Dhe më falni, e fundit do të thënë, është një insajt i fundit që iranianët kanë ratifikuar me atë, do të thënë, marrëveshjen me Rusin, strategjike me Rusin. Parlamenti iranian dje ka ratifikuar, deri në dje nuk ishte ratifikuar nga parlamenti iranian. Dhe gjithashtu kanë kërkuar oreshnik nga Rusia dhe Rusia e ka refuzuar për arsye sigurie kombëtare. Sigurisht. Faleminderit shumë Misha. Atë kemi vetëm një minutë. Po doj. Ajo pyetja ishte më shumë vend Kina dhe Rusia nuk po duket se janë shumë aktive në këtë moment. Unë them që janë dy faza. Në fazën e parë në denuklearizimin e Iranit, në heshtje pranojnë ata që është e nevojshme. Ndërsa në momentin e rënies së regjimit të Khameneit, ata do të bëhen të dy së bashku dhe do jenë shumë aktiv, kam mendimin, në fazën e dytë
Sepse kjo punë do shkojë deri në diskutimin e regjimit, do jetë ai regjim apo do zëvendësohet regjimi. Aty unë them që interesi i madh rus edhe kinez është që të jetë ky regjim që është, sepse edhe për shkak praktike marrëveshjeve që kanë me ta. Kështu që unë them do të jetë kjo fazë nuk ka shumë aleat i Iran. Por mos më thënë nuk ka asnjë aleat sigurt, fort, që ta ndihmojë tek pjesa e arsenalit ose tek pjesa atyre bazave që ka nukleare. Goxha po vetëm shkurt. Do vetëm të jap një informacion. Dje në mëngjes, edhe mbrëm në darge, 2 avion Antonov në 124, ushtarak rus, janë nisur nga Rusia në drejtim të Iranit, duke fluturuar mbi detin Kaspik, në momentin që kanë hyrë në territorin e Iranit, kanë fikur transponderin, pra për të mos e marrë vesh se ku janë ulur, kurse sot paradite, një avion kinez ushtarak është nisur nga Kina dhe pasi ka hyrë në hapësirën ajrore iraniane, në Gjirin Persik, ka fikur transponderin për të mos marrë vesh se ku është ulur në Iran. Pra, çfarë kanë çuar nuk dihet. Ka filluar, patjetër. Ka filluar me fjalë kjo, po se çfarë kanë çuar nuk dihet. Pra, kjo është. Faleminderit Goxha, faleminderit, do të vlloj faleminderit Anita. E di që ju kam dikujt i kam dhënë më shumë hapësirë, dikujt më pak. Faleminderit zoti Shala, faleminderit zoti Ndoi, faleminderit Anduena na dhe një lajm shumë pikant. Goxha gjithashtu. Kishim në lidhje një zotëri, një hoxh me emrin shumë modern, Eni Kokamani nga Irani, Shkoka dhe Merin, dhe falenderojmë shumë. Ndoshta ka familjarët në Shqipëri dhe familjarët gëzojnë që ai është mirë, pavarësisht si lidhet me ata. Kishim isha punë si gjithmonë, munduam ta japim nga disa kënde atë që po ndodh midis Izraelit dhe Iranit dhe sigurisht sa e rrezikuar dhe ekspozuar është Shqipëria. Ashtu siç është për fat keq gjithë bota me anktin se mos shndrohet një luftë rajonale në një luftë globale. Nga unë Artur Zhej, natë mirë dhe mirupafshim në emisionin e ardhshëm. Natë mirë.